një moment je 15 vjeç, që akoma në 9 vjeçare dhe halli joti vetëm janë provimet e lirimit. Dhe pastaj, sa hapen mbyll syt, je në të 20-tat dhe she veten një femër të pavarur, të lirë, dhe pikërisht për këtë do flasim sot, për problemet që ne hasim në të 20-tat. Sa shumë kemi për të folur, në fakt, unë e ndjej shumë këtë temën. Ti çdo temë motor e ndjen zakonisht. Shumë kam emocionale. dyshime. A janë të 20-tat vitet më të bukura apo më të tmerrshme? Më të tmerrshme. Janë një miks emocione që nuk di nga ti kapësh më para. Ja, në këtë moment e jetës për shembull kemi shumë trazira, shumë tranzicione që ne nuk i kuptojmë, ndryshon jeta. Unë për shembull kam këtë presionin e kohës, nuk e di për ju. E vërtet. Unë duhet bëj çdo gjë, duhet të merrem me çdo gjë, them, "Ua, duhet bëj këtë, duhet bëj atë." Kurse mua, di si më duket kjo me presionin e kohës, më duket sikur një ditë çohem shumë e motivuar dhe them, unë jam e re, si sot mbas 7 muajsh. Dhe them, unë jam e re, domethënë kam gjithë kohën e botës, do bëj këtë atë. Pas 2 ditësh, ndryshohem super low, nuk më bëhet asgjë, duket sikur duhet të nxitoj, sikur po ikën koha, sikur po plakem. Realisht, a kemi ne disiplinë? Unë mendoj që të 20-tat nuk janë për disiplinë. Po. Të 20-tat janë për çdo gjë përveç se disiplinës. Dhe çdo gjë përveç se stabilitet. Nuk mendoj që dikush në të 20-tat e tij ka stabilitet, do të thonë është i qëndrueshëm. Si keni menduar ju të 20-tat tuaja? Vërtet keni parë në lloj profesionesh, po asnjëherë si kjo që kemi bërë këtë herë. Për ta parë të plot, ndiqeni deri në fund. Kur kam qenë 15 vjeç, kur mendoja për jetën time 5 vitet e ardhshme, me thënë të drejtën fiks këtu e mendoja. Mendoj që po bëj fiks atë gjën që kam dashur të bëj kur isha 15 vjeç. Vërtet? E pas ka manifestuar shumë? Po, unë kam thënë edhe te dokumentare, kam thënë te Dalina. Unë kur isha 15 vjeçe, shifja në hostelin dhe thoja, unë një ditë dua të punoj me Dalinën. Unë kam qenë shumë ndryshe nga ti, besoj ju mund ta gjeni veten, kurse të Klara çik tralala. Çik tralala. Nuk ka arrit 24-5. Nuk po them 15, po ndoshta 18, 17, unë mendoja që kur t'isha 25, e para do kisha gjetur një burr, e do isha martuar. Edhe e dyta, kisha pritshmëri që do kisha fëmijë. Domethënë minimumi thoja kur të kem bërë 25, minimumi do kem 2 fëmijë, edhe do kem atë shtëpinë me burrin tim, do jetojmë aty dhe përveç anës familjare kisha pritshmëri edhe për punën. Thoja të 25 atë do jem në kulmin e karrierës. Unë akoma mendoj që 25 vjeç do kem burr dhe fëmijë. Okej, vazhdo mendoje. Ti ke kohë, po ne që kemi një vit kohë. Nuk e kemi këtë luks. Kjo që ka një vit kohë, po unë që viti, motër dhe një muaj ke. Mendoje mirë. Unë kam kohë deri në dhjetor. Presim shtesë Tanzanie. Ja fal, deri në mars. Se në mars është ditëlindja që kalon 25. Okej, dhjetorja na është shkurt. Ka edhe 3 muaj kohë. Po prap kalamoj si bëj dot për 3 muaj. Mirë, po Paktën ti është Tanzan. Ti është Tanzan. Gjithë mendoj të manifestojmë kësaj dhe kjo. Dhe kjo të bësh Tanzan vitin tjetër. Po edhe unë fiksi ty ashtu i ka menduar të 20-tat e Shef, mia. e dia që do e gjeje veten. Me një burr, okej, me një. Me shumë. Zakonisht një është. Me një. Mos më bëni shumë e qeshë, lutem. Me burr, Po. Nga një kaluar në Nuk burr. ka menduar 1 apo 2, po thoja të paktën do kem lindur, kupton? Edhe, po, edhe këtë që mami time ndiej shumë krenare, kurse tani që unë jam e vetmja në fis. E pa martuar. S'jam martuar, që s'kam bërë fëmijë. Kam një lloj presioni, sa herë flas me ata të fisit, nuk thon si e, po në një gjë të re. Po, unë pritshmëria ime ka qenë që do isha një super këngëtare me famë, do thoja me vete, thoja, kur isha 17-18, thoja, 25, më duke 25, a mu si... Duke bë koncerte në Doja unë do kem Ibiza. super koncerte, do kem burrin e jetës, do bëj kalamaj. Kemi ti një vit. Po, i vit po. Do bëj kalamaj, do kem burrin aty në backstage duke më ndjekur, unë duke kënduar. I mendoja gjëra shumë vaj, pastaj kur erdhi puna me i menu. Me i bo? E po shprit. Është shumë e çuditshme se për çfarë moshe ke pasur këto? Nga mosha 18-17, kështu i mendoja. Në këtë moshë ne të paktën e kemi ditur se ç'a duam. Po tek të 20-ta ti nuk e di fare se ç'a do. Unë ka momente që e pyes veten kush jam, ç'a po bëj. Kush jam? Ulem aty dhe them, "Oje, a e dua këtë gjën?" Pastaj them, kam "Ç'a ftuar do bëj sot sot?" ty. Për zotin, Prandaj. them kush jam unë, do të thënë se ose bëj diçka dhe them, "A jam ky versioni unë?" Do të thënë nuk e gjej veten asgjë ndonjëherë dhe jam në proces të gjeturit vetes, veten, se tash vetes. Për vete kam pasur shumë theksuar nga 20 deri 23 vjeça.
24 ka qenë vjet që era te Kandal dhe tani që jam 25, mund të them që e kam shumë qartë ç'a dua. E ke. Do të thënë mendoj që e kam kaluar këtë fazën e tranzicionit, të fazën e të 20-tave. Unë mendoj që sidomos kjo periudha e të 20-tave të hershme është periudha që ti edhe je në universitet, edhe nuk ke më shoqërinë e gjimnazit, të ndron shoqëria, të ndrojnë njerëzit që rrin çdo ditë, po edhe kjo ka të bëjë shumë me mënyrën se si është fiksa ajo faza e jetës që ti formohesh. Është faza e formimit. Edhe je konfuze se duke di ç'a do, unë e di ç'a duare. Po këta tjerët që nuk e di ç'a duan, po. Ti e brenda plurzan. Ne tani e dim se çfarë duam të gjitha. Është dhe diçka mendoj që të 20-tat e hershme janë dhe fazë eksperimentale. Po, normal. Ti ndron shumë punë. Ndron për shembull, unë në të 20-tat e mia në 3 vite që përmenda mund të kem ndruar profesione që nuk kanë lidhje fare me njëra tjetrën. Dhe që tek asnjëra nga ato nuk e kam gjetur veten. Ndron shoqëri, siç the ti. Ndron edhe eksperienca me njerëzit. Ke lidhjet dashurore për shembull. Po, tani për shembull mendoni ju që zgjasin dashuritë që ne gjejmë në të 20-tat? Jo. Shiko se nona me gjyshin tim. Nona me gjyshin kanë që nona me gjyshin tim. Kohën e Enverit, ne po flasim ata duheshin pafundësisht shumë. Shumë rrallë mund të ndodhi që një lidhje dashurish ti mund ta kesh nga gjimnazi ose mund ta kesh në të 20-tat, të zgjasë dhe të finalizohet. Po pse? Ti tani që ulur këtu me mua në këtë kolltuk mund ta di se ç'a do. Kam qenë dhe unë kështu. Por ti ndryshon, rritesh, profesionalisht, personalisht, emocionet, njëjat e tua ndryshojnë, logjika jote ndryshon, piqet frontali. Lobi frontal. O zemra, unë mendoj që lobi im frontal është shumë i pjekur. O, edhe unë kështu mendoj dhe pastaj them nuk do të ndryshoj me karakterin tim, jam shumë mirë kështu siç jam. Dhe pastaj më ndodh shumë situata të tjera dhe unë vazhdoj ndryshoj. Më ndodhin situata tjetër dhe vazhdoj ndryshoj, them, ç'a po ndodh me mua dhe sa do ndryshoj? Kur do jetë pika që do them, okay, unë jam Kesiana dhe kështu jam. Unë mendoj që është me fat, sepse siç e the dhe ti që ti kalon shumë punëra në jetë. Po ka për shembull raste si unë që unë nuk kam kaluar shumë lloje punësh dhe kam puna ime parë e mirë fillt është kjo, dhe është gjë që unë e dua, e kupton? Dhe është fati i tillë që më erdhi mua që unë të bëj këtë punën që unë dua në këtë moshë, që unë të zbuloj dhe më shumë për veten time, për ç'a dua, me kë dua tri, me kë s'dua tri. Domethënë, në shumicën e gjërave i kam mësuar këtu për veten. Klea që po thoshte për punën, më lindi një pyetje për lekët që ne bëjmë në të 20-tat. A mendoni ju që vitet kur je 20 vjeç janë më të vështirat financiare? Po. Sidomos që të jesh një femër e pavarur. Dhe mos shifja Kleash do thoshte jo, pse? Po pra këtë po thoja se nuk e menaxhoj dot të shpirt. Nuk mendo. Unë duhet të paguaj qeran, duhet të dal, duhet të lyhem, të lahem, të bëj të gjitha shampo, kremra, gjitha vet. Kam një vit e gjysmë jam e pavarur. Më përpara shpërtëroja lekun, nuk çoja mëngjes, nuk disha blia, bëja ca blerje kot. Tash e kam shtrënguar çik dorë. Tash i zell llogaria. Jo, tani them, prite mamaho. Po derisa për të kursyer unë nuk e di sa do lek të bëj në të 20-tat e mia. Unë nuk e di pse nuk kursej dot. Asu në zemër është investim te vetja për zotin, nëse ti të shefa të pjastrën dhe atë pjastrën në ta marrësh ti, është investim që mos djegësh flokët, nuk është argjim kote. Normal, nuk është argjim kote zemra e puskuqi, që do ta marrësh ti, është investim se dukesh bukur dal në kamerë unë. Vërtet. Nuk është argjim. Unë mendoja me vërtet që do kisha shumë lek kur të isha 20 vjeç. Edhe unë. 20? 25. Kur isha adoleshente mendoja që kur të isha 20 do kisha shumë lek. Zemra unë jap detestime 5 vjet. Për 5 vjet do kem. Po shkon 27 kjo? Si shkollogaria? Kur të jem 25 vjeç, do kem jetën Terezi, shifa është dokumentuar. Do kem jetën Terezi, do kem një burr, ndoshta jo, po mund të jetë do kem një burr. Një burr do ta kem dhe do kem xhipin zemra. Xhipin do ta blej vet. O zot, Klea vdes për xhip. Është, më thon Klea në xhip do jetë kështu, do ngjaj kështu Klea e vockë, xhipi i madh. Po zemra po, ja, shifa është e dokumentuar, më thoni pasaj që nuk ju thash. Okej, dhe unë me Emën nuk e di për ty Kristo çfarë plane shke, po do kemi shtëpi deri vitin tjetër. Po, unë do e kemi shtëpi. Unë po mendoj për këtë 4 mujorshi. Ti nxitoj pak si është dot. Kjo do ngeli Shazam. Do bësh bebin e ta. Do afto se baby gjende deri, po mirë se di çfarë është më e mira kësaj gjës? Do ta fakën për 9 muaj ne kemi të mbushëm episodin. Do kemi baby. Okej, sponsor me Belinash, sponsor materniteti, sponsor veshje bebash. Ginekologu. Ginekologu, biberonat, farmaci. Edhe një 2 muaj ham kështu brenda shkon. Me pse ndërtoni mua ju? Se po ti je jam më madhe. Un kam 10 vjet. Un kam të nxjerrim 5 goal sa kështu ta shpejt që kemi. Unë nxorra. Jepi shpejt. Hajde po.
Pse unë e para? Nise. Jo, nise ti. Nise ti, maj! Shikoni që unë jam Do në kem qartë se shtëpi, që do kem burr, fëmijë. Makinë tash s'po llogaris fare se. Okej, se do klasim makina vjen. aty. Po. Apo të llogaris. Edhe çfarë do kem tjetër? Dhe shëndet shumë të mirë unë edhe gjithë familja ime, edhe gjithë njerëzit që dua dhe që më dua mua. jepi, hajde, shpejt. Më kap jankësi, nuk di çfarë them. Ka shumë. Do kem një shtëpi shumë të madhe, do kem familje. Shumë të madhe. Filloi materializëm. Do kem Qësë Alinë Fal për nisje me të kem shëndet. Po prit, se shtëpinë do e kem, unë pastaj do kem një shtëpi shumë të madhe. Shpi ka shumë. Do kem një shtëpi shumë të madhe gjigande, si Georgina Rodriguez, do kem familje. Ajo ka shumë motor si cila. Po, do kesh familjen? Njëra nga më vogla që ka ajo. Nga ato sa jo. Do kesh familjen? Po, do kem familje me shumë beba, do kem një punë shumë të mirë në karrierë, do kem biznesin tim. Do shkëlqej të ke puna që po bëj, do jem on top of the rest. Do jetë OTR. OTR. Prit, dhe e fundit, se është shumë e rëndësishme, do kem pushtet dhe forcë. Unë shëndeti. O Ema, o Zema, shëndeti ja kam lënë Zotit. O Ema, të prish punë qofse jam dhe unë të jam? Atë prish punë qofse jam dhe unë të jam? Hajde të shpija ime se kam. Është on top of the rest. Do kem dhoma. Do ju lirë dhoma të të ftuarit të që. Zemra s'ka që në lepë të Filipinezja. Është të të fina turqë që Po, do mundet qesh, man, alo. do ju lirë dhomën e miqve. O Kristo, 5 golca për tu. Zemra nuk e di, miku serioziteti tani. 5 golca, ha? Du t'jem on top of the rest mbi emë. Do është tema pastaj do jem unë. Ja me do OTR. Disha me lot, po qesh me lot. Që OTR. OTR lind. Nuk bësh. Shka, di unë do them vetëm një goll. Dua që t'jem e lumtur. Kjo ishte fundi. Sepse Nuk ka kur ka vetëm copza lumturie. Jo, sepse mund të kesh të gjitha këto, mund ta kesh të shtëpinë me dhomat e miqve që tha Ema. Rodriguez mund të thoshte s'mund të jesh e lumtur. Mos bëj me Do qaj. thosh ti si do jesh e lumtur me një shtëpi me dhoma miq edhe me xhipi dhe me këtë klasë. Por, mbi gjitha do kem dashurinë, se nuk e ceka. Ja ka lënë Zotit dhe këta. Oh, goca u knaqa. Mendoj që e ceke që kur the familje me shumë bebe. Jo, por ti kthehem seriozitetit për zonë, ajo që the ti ishte shumë e bukur. Shumë do të kem shtëpi. Jo, që tha dua të jem e lumtur sepse ky vuri ka pakun. Kjo gjë që the ti ishte. Po, sikur është fundi, është fillimi, kështu që O zot, a mund të prezantojmë, lutem çfarë bëm këtë herë se Ne sot u bëm agjente për një ditë. Shifene. Po, sa ditë boring sot. Po pra, që të bëjmë ne që ta bëjmë interesante? Interesante këtu në vil? Ej, se kam qish pare shof. Po bëja scroll, pse nuk shkojmë një ditë të punojmë te kjo Concentrix. Të së të del ty puna që bën këtu? Po zemra. Po lek aty? Po super lek, nga bonuset ka të gjitha. Oh? Po, ne me njerëzit merr mirë vesh, tani do rregullojmë të çik komunikimin, po. po. E bëjmë sfidë, kush merr më shumë bonuse. Fisi im do krenoj të punoja unë këtu. Tu ta anda le thot hau, hiu, angari. Për A ka vend zotin. flej gjumë aty? O Klea. O zemra, vdes lutem. të gjej vendet e reja për të O fjetë. zoti i madh, që ky njeri punon këtu se nuk do ta kishin marrë në asnjë punë tjetër. O zemra është perl, bëjmë një sfidë, kush mbledh më shumë bonuse. Du të flasë në italisht në aty? Po tani, komunikimin me njerëz italisht, Anela. gjys Si shqip. italisht? Këtu ka shumë benefite, ha, do Po i ikim? goca ma. Ikim? Po jo, burr na del puna. Ikim. Që do bëjmë tua? Çu! Mirëmëngjes. Hey, 8:58 ka marrë fiks normal si gjithmonë. 8:58. Fundëm varë. Qelë satën. Ma begji. Jo, e kam begjin. Ngjes. Ora 9 të fiks jam. Atje. Qaketa. Jess, bedgje, kam arru bedgje, do më jep një bedgj tjetër. Osh. Po, ora 10 pa 10. Kush është ty në deri në fund ditës?
Raush, punë të mbarë. Guarda tani. Pultin do e marrësh, do i bish 3 herë, bap. Nëse s'punon, rastin më të keq, do shtypësh gjithë butonat me radhë, një nga ato të punoj. Sekond, rikthehem te ti për 2 minuta. Ciao. Si, nuk të punon website-i, po e kuptoj. Allora, do fillosh, do shtypësh te tastiera. www. 3 herë, po. Okej, në rregull. Pastaj, si? Kush është W? W është ngjitur me qen edhe me N. www 3 herë. Okej, edhe një herë. Ke numrin 2, 3 poshtë ke W-n. www. Okej, në rregull. Workaholic. Working today and always. Work is my passion. Si është ky sfungjeri fiksi jastikësh. Ta kisha jastik të flija tash, ja? Si të fleta këtu në barancy. Jam të shën gjatë. Fute qiko, këtu të cepi që mos dukesh. Edhe bëj sikur po mendon kështu. E pse I kam syt mbyll? S'ka që se ka njerëz që mendojnë dhe me sy mbyll. Okej. Unë po I mbaj shënim, ti mund të më thuash. Po, më trego më shumë. Po. Gjithi W ma I jotim. Po, patjetër, po mund të ndihmoj. Po, më thuaj. Kristian, është urgjente kemi mbledhjen ato shefi. Po, vetëm të telefonoj për pak. Është urgjente. Po, shumë e rëndësishme. Ciao, të telefonoj për pak, po. Jo, ti jo. Është e rëndësishme zemër hajtë, shumë është. Si. Gjë shefi të shkëtirë. Hajde se na do këtej. Më për çfarë kërkon orar pune me telefonata? Edhe pse jo të zyra e vet. Moj, del mirë drita këtu? Çe drita më? Po drita që të shohim shefin mirë në sy. Dua të bëj një foto për LinkedIn. Klota, mund ta bësh shef? Nuk ishte mohabeti shefi. Pa, bëra Po ti shaka. çove mua nga tavolina unë gjitha të punë? Dua ta shohi fisi. Zgjok lea nga gjumi. Vlerë ha. Klutës, do- Vlerë ha se kam 100 telefona. Dua ta për shofi- Mos më bëj me nerva që më gjes. Dua ta shohi halla, se I thoshte gjithmonë mami që ai fëmijë s'ka për të bërë kurrë. Një me numër, do I thim. E tu dalin dhe lulet, a duket që është a big corporate? Po. Okej. Një sekond, një sekond. Lutem shumë tani se kam shumë telefona. Okej, Sian, Po duhet të iki, po jo. Po një sekond të duket logo. Mbahet lutem. Edhe një të lutem, s'kam shpirt, të t'jap kafe. Të lulet? Do më japësh shiklet? Pa. Ha? Gjithë. Lutem shumë tani se kam shumë. A gje një shprehje për suksesin? Don't take the elevator to the success. You have to take the stairs. Ua, sukses, Kristian! Jo, bëj selfie, kam shumë punë. E fundit, lutem! Sa xheloze janë këto kolegët. Sukses, zhvillim, talent. Sukses, zhvillim, talent. Ciao, signora. Si? Të ikësh Milano? Ke probleme me rezervimin? Hallet e tua pa qa për zdatën. Si është hoteli, është e që kukur? Kam qenë unë njerë në Milano, ishte I super mega hotel. Po, më trego pak tani me këtë shpash. Arjo se do ta zgjidhim bashkë neve problemin e asaj, po, me këtë shkash. Trego që. Shife, moj. Aspetta, una minuta. Po zemra shife pak. Do ikim Milano kë, do ikim me njërë. Edhe, si ka thënë që grus, ka probleme me rezervimin. Ma kalon mua. Si ka thënë që grus, Si, moj, si, e si. dëgjon ti, moj. E dëgjon ti, moj, që thot ky, moj. Alo, si. Prap ti me W-n.
Po, gjose nuk ta kishte fajin tastiera, nuk ishe internet. More zotri edhe një herë. Nuk ke internet, nuk ke internet në telefon. Gjagji, alo, internet, të kam baruar. Te kapishi. Okej, është më rëndësishme, ke urgjente ti tani? Alo, ora, okej. Si? Okej, kliko në të djathtë aty. Sekond, ta pak të videon. Bëj video që ta jetë nesër. Jo, nuk e kisha me ty. Tamam, okej, hape atë videon. Hape atë, kliko aty djathtas. Okej, si, klikoje 2 herë, nuk kam gjithë kohën e botës me ty. Ato ti manda. Si, signora? Po sa kohë ke me këtë gocë? Ka marrë vesh gruja? Po ako. Po ne pushim e gruja e pësh? Si... Po nuk kam burra sot, s'ka më burra sot për zotin. Po, mund të ndihmoj unë që ta bësh internetin prap. W mos ma përmend më se nuk ta ka fajin W-ja po të them. Si? Të punon tani, ua sa mirë, gëzohem që të zgjidha punë. Grazie mille. Ua, grazie. Ua, më dha review të mirë, moj, do marrë bonus. Ta bëdhe i herë këtë në kamerë. Grazie për tua review. Grazie. Super. O, Kisiana, hajde mere, këto tani se mbaroj mua beti të fërë të website. Pyte i qik po të tha ku të iki me grunë. Në banjo, të shpëtoja, po, e është rrugës. Okej. është rrugës. Tani, dëgjo. Muhabeti është kështu, të kam mbaruar internetin në mes të muajit, e kuptoj. Ndoshta sepse keni përdorur shumë? Më dëgjon, Gjagji. Po, e ke përdorur shumë. Nuk e dim Besa, Nipi në shtëpi, e ka përdorur shumë internetin. O, Gjagji, mos ma ngri mua zërin, Gjagji. Gjagji, nuk ta kam unë fajin, Gjagji. Gjagji, kam gjytitë me ty në telefon, nuk do gjytitë me ty në telefon, do ka bonusin. O, Gjagji, po kju di interneti kur se përdor telefonin, o burr. Kju di internetin, tesoro, kju di internetin, oh, non. Kju di internetin, po të the. Mbylle, kju di internetin, kju di. O, Gjagji, ma nëzive o burri dhe o të mbajt tensioni 20. Ngella këtu u gjithë ditën me ty. Po ti, a ke fëmi kështu? Po gruaja, ngushëllime. Plea, ke ardhë fix në ka. Me vërtet? Do shkojmë pak të palestra, Pse? edhe do themi ati se kush ka kapë më shumë bonus e sot. Do ikim të palestra tani, Kju di? do themi... Cuti poshtë. Se do shohim kush ka marrë më shumë bonus. Po, gym, hustle, motivate, money never sleeps. Po, diva hasla. Hajde. Po kjo Gjagji, më nuk ma pyll të më i thrak përëndi. Dashnore, tha, ishte shumë i lumë, tha, gruan e kam qëra para një muaj, tha, edhe të shi e shkallë dashnore. E në Milan, dhe mund të shohim një dashnore. Po, e qova më të kaluar. Po, të gjithë ma betet e ti tash, unë kam hallet e mija. Edhe 10 minuta mbaruam. Po ta ndash, 5 minuta, 5 minutëshin, 2 minutë, 5 minutëshin, 1 minutë brënda, 1 men. Shtyhet, tu, me top. Hajde. Atëherë goca, unë një pa qëllim ju thira këtu tani, sepse erdhi fundi i ditës tonë si një ditë si agjente të shërbimit të klientëve. Kështu që unë dua që tani t'ju them rezultatin. Do ma bësh me video të lutem?
Atëherë, sipas statistikave për ditën e sotme, në vend të fundit klasifikohet Klea, duke qenë se vetëm fjeti gjumë dhe nuk bëri asgjë në orar të punës. Në vend të dytë me hatër se unë mundua shkëta me 7 orë telefonat, Kejsiana, por nuk kapi asnjë bonus, dhe në vend të parë jam unë. Edhe pse e bëra për efekt kamere, u solla shumë e sjellshme me klientin, ai më bëri një review shumë të mirë dhe unë jam shumë e lumtur që mora bonus. O gotonë super knasha. Moj, unë me vërtet bëra si gjë, po shipe kur e mendon thell, këtu është super vend pune, mega luks. Gjitha një ambient, ka dhe palestër. Ne te vila s'kemi palestër. Duhet i themi edhe këtyre që të aplikojmë, këtu duhet punosh. Tu është mega luks o gocë. Shifet e numri këtu poshtë, do dali numri këtu poshtë, aplikoni dhe ju në një vend pune me palestër brenda. Because don't take the elevator to the success. You have to take the stairs. You have to take the stairs. Ose thjesht mund të aplikojnë të numri këtu poshtë. Po, cute internetin, dhe më plasi! Po, u zgjova shumë herë të kam grënë. Jam në gjirime tani. Mirë, hajtë që flasim pastaj. Unë kam punuar si agjente, nuk e dija ju kam thënë, kam qenë 16 vjeçë dhe atëherë me kod pune lejoj të punoj nga 4 deri në 5 orë. Mendoj se askush në të 20 e tyre nuk ka përfunduar pa punuar në këtë shërbim klientë, besoj. Është një etapë me duke që e kalojnë të gjithë. Prandaj nuk di të komunikosh me njerëzit. E kam punuar dhunë. O zemra, unë di të komunikoj me njerëzit. E qartë, duket. Po, ti diçka më të thënë për komunikimin tim. Gjithsesi, ato zyrat ishin aq të mëdha dhe aq të bukura sa s'kan lidhje fare me atë shpintatë si Georgina Rodriguez. Por s'kishin dhënë mish, Por çka kemi bërë ne tjetër? Ne kemi provuar ushqime të ndryshme nga shtete të ndryshme, Klea. Hakmarrja, serviret e ftohtë. Hangrëm, ngopëm, shifeni që kemi bërë. Një tavolin pokeri me një luk piru dhe një got ujë, çfarë mund të bëjmë? Besoj se do ham. Po, bravo do hani, unë do ju sjell Sa e vështirë ishte? Do ju sjell 4 pjata nga 4 shtete të ndryshme dhe ju do gjeni se cila pjati përket cilit shtet. A ke shku ke marrë atje? Po, kam marrë 4 avion të javë në shtete ndryshme që të marrë pjata. Na klikoni, na bëni subscribe, që ne të kemi këtë lloj mirëqenie. Në fund fare, pasi t'i gjeni pjata, do i bëni review, fitof me mira. Pjata numër 1. Okej, unë e di çfarë është. Ky shtet ka 3 vulkane aktive. Ky shtet ka 2 shtete brenda tij. Në një qytet të tij ndodhet shtëpia e Julietës. Romeo dhe Julieta Itali? Po, tani Romeo dhe Julieta. Po tani gjeni pak. Është në Verona. Verona. Po. Verona. Qa tjetër kështë? 3 vulkane aktive. Etna? Është një me V. V? Veç Etën di për vetë. Vezuvi. Venuzi. Vezuvi. Vezuvi, s'ka gjë afronë. Një shtet Tjetër s'di vallaj. shtet brenda shtetit me sa di unë është Vatikani. Po. Po të dy nuk e di. Kjo është pjatë italiane. Ua, mund ta ham? Po hajene. Ua, super. A mund ta tregojmë pak çfarë ka? Atëherë ka O, zot, po vdes ta ha. rucola, mozzarella. Domate. Mozzarella është kjo besoj, ha? Nuk e di kish do ta ha. Domate dhe borzilok. Provoj ti ta provoj. Mund ta, është mjaftueshëm e madhe për të dyja. O zot, Si është focaccia? Italia nuk zgënjen kurrë. Buka. Është o zot. Është shpic kur han në Itali. Po. Domatja? Shqiptare. Po. Është shumë e mirë. Do të thënë kjo Washa kombinimi. Kjo është ftohur, por prapë është shumë e mirë. Çfarë vlerësimi jepni? 1 në 10. 10. Okej, gjithmonë Italia dhe ushqimet 10. Kalojmë tek pjata e dytë. Pjata numër 2. Çfarë është kjo? A mund ta nuhas? Ky shtet, prit, po bëni çfarë doni, thjesht më dëgjoni.
Ky shtet ka mbi 22 gjuhë zyrtare dhe qindra dialekte. Prodhohen më shumë filma në vit se në çdo vend tjetër. Dhe aty ndodhet një nga malet më të larta në botë, është Everesti, është A kanë lopën? tjetër dhe i treti është i këtyre. A kanë lopën të shenjtë këta? Ishte të dënat kjo? Jo, thjesht po pyes. Po dhe mundet ta kenë. Okej. Kjo Ka është 22 shumë. gjuhë zyrtare dhe prodhon më shumë filma në vit se çdo vend tjetër. Tani, mua kjo pjata mblidhet vetëm me një sken. Mbaj mend. Vasti Çuntra ka pas? Pa, Vati Çantra. Vati Çandra. I solli një pjatë Alekut. Dhe ai Po dish. është tjetër, është Ai e hëngri me sadë. janë dy telenovelat ndryshme. Po pra, Vati Sa është Vati Çandra? Basundra. Basundra ka qenë mamaja e Alekut. Ka qenë mamaja e Alekut. Dhe ka një gjë që ata e hajnë ushqimin me duar. Po, nuk do e bëni me duar. Jo, ne do ta ham tamam, po them çfarë mbaj mendu nga skena filmi. Mirë. Unë e dia pa Përgjigjja të dhëna përfundimtare? fare, është India. India. Se që nga Jeni të sigurta? Roma, po. A Unë jeni të provuar sigurta? vetëm një herë ushqim indian, po maj. Unë s'kam provuar asnjëherë ushqimin Ti indian. Kristela je sigurt? Tani ne Nga Roma, po. Shiko, ne shqiptarët nuk e bëjmë orizin kështu, ne e bëjmë me shumë yndyrë pilafin, e bëjmë me shumë yndyrë, e bëjmë me lëng pule. Ore është indiane, nuk e Kurse lutopi. ky është oriz. Këtu. Provojni që ka krip orizi? Kerry, zemra, kjo është kerry, indianët e përdorin pa fund. Shikoni, a ka krip orizi? Provojni pak. Një kokër oriz. Jo. S'ka krip, ë? Jo, nuk ka fare krip. Është oriz basmat? Pa. Qa është o gru? Është India, bravo. Ua. Okej. Provojni tani. Okej, Kristiana jepi? Okej, nuk është i keq. Nuk është i keq. Të bën alergji do na vdesësh aty tani. Se Ndoshta është puna sushi që kur ham fillim se pëlqem, pastaj O më pëlqen shumë. Okej, ushqimi indian nuk është në shihet e mia. Ndoshta vetëm për shkak të erëzës. Çfarë note japim? Do t'jap një 5 për respekt Alekut. Çfarë note jep? po oriz basmat pa krip, 10, ku di unë. Okej. Pjata numër 3. Ka shumë qep. Kesana ke ndonjë takim sot? Në këtë vend, kur dikush martohet, shtëpia e dhëndrit lyhet me bojë të kuqe si shenjë bekimi. Një prej qyteteve të tij ka më shumë se 3000 xhami, Okej. ka mijëra kilometra vi bregdetare në të dy detet, Egje, Mesdhe dhe detin e Zi. 3. Arabe. detet. Arabe, mendoj dhe unë. A shawarma? Që ta di? Jo, Jo? jo, Nuk është çfarë Është pita arabe. A është pita arabe? jo. Jo? Çfarë ka emrin kjo? Mos është Turqia. Është durum kjo? Është turke, ushqim turk. A është durum? Më duhet një përgjigje përfundimtare. Më thuaj është durum që ta di me Turqia apo jo, se nëse kjo është durum është Turqia. Pa. Bravo. Bravo. Gjeta. Miq është bërë në zgar. E ndjen? Po. 8 nga 10. Ti Kristela çfarë note jep? Do t'i jap 5. 5 edhe kësaj. Jo, nuk është për shihet e mia. Ti e vlerëson këtë njësoj si ushqimin indian. Ndoshta pak më mirë. Okej, po jap 7. Okej. Pjata e fundit. O sa e mirë duket kjo. Kalendari i një prej qytetërimeve të lashta parashikoi fundin e botës në 2012-ën. Maja. Nga është Maja? Maja, këngëtaremi? E po, nga Vlora. Është me Flora. një Vlora? Okej. Është vendi origjinal i çokoladës. Greqia, nuk shoh. Shkret të tjera, xhungla, vulkane të mëdha dhe plazhe në paqësor dhe në Karaibe. Okej. Prit, se na çove nga Greqia tani. Jo, jo. Shkret të tjerë nuk besoj se ka Greqia. Kjo është meksikan, se po është meksikan. Po çfarë të bën ta mendosh me jep Shiko, unë si fillim mendoj që ti the oqeani paqësor. Në oqeani paqësor është Amerika e Jugut. Qa kishe tjetër Karaibet, është prap Amerika e Jugut. Po. Me njohuritë e mia shumë bazike në gjeografi. Vetëm kjo nuk më lidhet me çokoladën mua. Çka ka kjo me? Dhe është vendi origjinal i çokoladës. Është meksikane se ka dhe këto. Si quhen këto? Jalapenos. Po, meksikan. Okej. Meksikan. Jeni të sigurta? Është shumë pikante. Meksika. Bravo, i gjeto. Ti keni gjetur gjitha more. E shef, po Që jeni më të zgjuar se shmendoja. Kjo. Unë des për gjëra spicy, mishin pëlqeu shumë. E hëngra këtë sikur do ma hante Crystalli që si ha spicy të fare. Qa mi që është kë?
Viçi më sa. Viçi. Po jap një 9 nga 10. Kjo është mirë. 9 nga 10. Atë kjo është shumë e mirë. Ua misër, po duhet ta kishim gjetë mi që është meksikane, pa donat e kësaj fare. Kjo është shumë e mirë, por do të ishte pak më kripër, është pak e ëmbël. Unë do t'i vë një 9. Nga 10. Po. A mund ta hash si çaj njëri normal bashkë Do me me pite? thënë, për juve fiton focaccia italiane. Po. Okej, e sigur? Me gjysmë zemër tani që provova dhe këtë. Ishte mishë shumë i mirë. Po pra. Shumë i A mirë. mund ta ndroj ta bëj 10? Okej, që të keni një Që të mbaj kjo këtë dhe këtë? Po. Merë Okej. Kristela. Okej, se cili ushqimin në pjatën e vet, ka ishte Bogafu sfida prek jonë. një patate e shkret ati. Do Po haj. çova të hash. Do Sorry haj Didi. sanduiçin tim. Po të pak të thoni më pafshim njerëzve. Më fali se na huton ushqimi. Faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim, na bëni like, Love you subscribe. guys. Dhe na sugjeroni sfida të tjera që ne t'i bëjmë te prova dhe unë. Si s'na kishin sjell sushi. Unë po prisja sushi, thash kuzhinë aziatike. Zemra janë expensive sushit. Po, Sushit mirë, edhe- nuk do e merrje vesh fare ti se nga janë. Do rrjedh mendohesh e shumë. Po, do gjeja nga qytet. është ky ushqimi. Por s'ka problem se dashuria nga stomaku vjen, nga ushqimi. Dhe unë Klea nga ajo ditë fillova ta doja më shumë. Sa qeshëm, hajde pimi çik shumë. Po pra. Hajde. Hajde gëzuar. Marrin veten. Aman. Leila sot. Hajde gëzuar. Gëzuar. Për bebat. U bëfshin manifestimet reale. Për bebat. Për Dhe beba. ura dhe gjipin, mos ma harroni Me do gjipin. mamish. Mos harroni gjipin tim. Inshallah kur ta shohim as 5 vitesh të episod të jemi të realizuara. Për zotin pa. Ja. Me mbyllim. Filloi emisionin kjo. Emisionin e vet. Një emision. Pa me shpreh edhe këtu. Po, edhe këtu. Ándale.